në krejt këtë bisedë dhe muhabet i kemi haru një çështje. Gjumi dhe Ramazani. Shive në mundemi me ra me flet, ma sabah deri në iftar, ama nuk kanë rregull. Namazi. Po ka mundësi dikush thotë, hoxha, vllai nderuar, unë zgjohem, e fali drekën, prap bi me flet. E fali ikindin, prap bi me flet. Edhe kjo nuk kanë rregull. Në rregull nuk ka, ama nuk prishet Ramazani. Nuk prishet Ramazani, po nuk kanë rregull. Logjika e shëndosh nuk e pranon. Se ndonjëherë njeriu lufton me veten, me emocionet dhe me qefet e zemrës dhe shpirtit që i ka. Shumë qefe ka njeriu. Shumë filozofia ka njeriu. Ta shumë në agjerushëm janë se më kanë thonë zallarët nuk prishet. Po këtë rregull, nuk prishet e Ramazani, këtë rregull. Ama ku është e Ramazani më i mirë? Kualitativ. Ka Ramazan e Ramazan. E tash Ramazani ma kualitativ atë që fjallin që e përmendi, si firin kohën e vetë, namazin xhami, sa ma pak gjumë, ma shumë i lidhur me lexim të Kuranit, ma shumë i lidhur me namaz, me ligjerata, iftarin kohën e vetë, edhe namazin e taravis me falë. Më brenda kësaj, kemi edhe pun tjera më brenda 24 orëve që mund me do. Vizita të farefisi, vizita të njerëzit e sëmur, prezenca janë në për xhamia ku ka do një vdekje, është respekt për njerëzit që kanë mërzi, leximi i Kuranit dhe dhënia e sadakas. Mos ta na shkalojmë këtë punë. Dhënia duhet me qenë bamirës. O shqiptarit nuk i ka hije mos me qenë bamirës.